pak më të madh për energji, nuk ka veç pjesë gasi. Ne na do fol për orientimet këtij veni për zhvillim. Nuk mundemi me reduktu diskutimin e një marrëveshje, një arkitekture institucionale të një kusht. Çka, pe bojna gasin amerikan, po pikapim këtë pushtetin, a? Jo, se thash to. Po qysh pra? Parimet janë tjera me cilat të ndërtojnë marrëveshje. Atë edhe e pyeta, a duhet të jetë një nga kushtet? Unë nuk e thash to. Po mundon kryesori. Po është kryesori. Me debatu pak se në kryesori, kushti kryesori. Jo, me debatu po veç na marr fjalë. Kryesoria çështja e gazit amerikan, sepse ty ta definon vazhdimisht po na thonë, apo doni anej apo doni kinej. Për çka kena, për çysh është ndërtuar ky vend? Në thotë ky vend u ndërtuar me një mbështetje amerikane, dhe nëse na tash. Po s'jam të kontestu atë. S'jam të kontestu. Jo, s'u bëdi që si e kontestu, tu e kontestu, por me që e the, po mundona me sqaru. Mirë, zoti Shala, do ta bëj kësaj radhe Kurti sërish qeverin dhe pastaj do të diskutoj me partitë ish opozitare? Gjithmonë flasim ato që po i dëgjojmë deri më sot, duke u referuar edhe deklarimeve të Kurtit, edhe një heshtje opozitare. Për mu zgjedhjet kanë më shmang vetëm nëse partitë opozitare të janë një sprej më të madhe, deti më e vogla, i nënshtrohen Kurtit në kuptimin që ja votojnë presidentin pa kushte. Por ndryshe ky, me këto deklarime e këto qëndrime publike, nuk po jep sinjale që është gati për marrëveshje. Ndërkohë partitë opozitare e kanë një kërkesë. Nuk merr na vesh për presidentin, pa u marrë vesh për bashkëqeverisjen. Na kemi pa këto 2-3 ditë, kemi qenë dëshmitar të një fushate linçuese ndaj dy subjekteve. Edhe pse, a ka thënë dikush kështu? Urna? A ka thënë dikush që nuk merremi vesh, pa u marrë vesh për bashkëqeverisjen? Që ta shpjegoj, që Bedri Hamza e ka deklarim fushat paktën, që s'kemi vijat kuqe. Rrjedhimisht një marrëvesh. A ka thënë dikush kur dihet rezultati zgjedhor, se tash zgjedhjet është. Po ma zgjedhje unë thash. Starti i ri. Jo, unë thash pi referona heshtjes opozitare. Pas zgjedhjeve. Ka pasur një deklarim të zotit Bedri Hamza. Zoti Bedri Hamza ka thënë dhe mund ta shohim ndërkohë që duhet para se të konstituohet kuvendi të merremi vesh për të gjitha. Në pak. Krish pra, pako. Por nuk ka thënë duam bashkëqeverisje, nuk ka thënë synojmë presidentin, nuk ka thënë synojmë ministrin. Jo, asnjë se ka thonë, po ai ka dashur me bë marrëveshje të gjon politike. Ku nën kuptohet që është edhe qeverisja, ekzekutivi. Mund të nën kuptojmë pa thënë. Po për gjitha shka fjala atëherë. Mund të ketë edhe votim të një qeverie nga pozicioni i opozitës. Mund të jetë. Ka mundësi edhe ajo, unë nuk po revjashtoj. Ose mund të marrëveshje për parimet. Nëse bën. Po edhe ajo, dhe sërish t'ja e votën. Kjo e rrumbullaksion ato që po them unë. Zgjedhjet shmangon, nëse këto parti kanë vendosur me u nënshtruar Kurtit. Po çka po quani nënshtrim? Nënshtrim nëse ja votojmë pas një kusht prej qeverisë deri te presidenca. Qeverinë s'ka nevojë donon zemër. Kurti po e bën të pamundur që këta mos me votue pro Kurtit, në cilin do hap që ka mu konstituu kuvendi, duke u referuar edhe linçimeve publike që po bëhen, kjo luftë publike. Po vazhdon, sonte ka po vazhdon, por nga Deona Mihajli, ka shi eksponentëve të PDK-s dhe LDK-s, nuk është veç hajt veprim për mi u kundërvënë, për me replikua për një çështje, për një aksident në autostradë. Është veprim politik, i cili dëshiron me gjithkush me qitë embargo për marrëveshje politike. Pra Kurti nuk po do marrëveshje. Kurti po don o nënshtrim o zgjedhje të reja. Prandaj leximin tem, këto zgjedhje e ardhshme po them, shmangon veç nëse Kurti nëse partitë opozitare e kanë ndërmend. Nëse po pyet mua çfarë është dashme bon partitë opozitare, në leximin tem unë mendoj që partitë opozitare në asnjë variant, edhe me koston që shkem zgjedhje të reja, nuk duhet me bashkëpunuar me Kurtin. Këta po i shohim të heshton, asnjë veprim konkret politik, për ashtu të ngjini që e kemi pasur në Rubikon, e keni pasur juve intervistë direkt, që i ftoi publikisht opozitën me bo qeverin, e këta i kanë mundi me bo numra. E para ish dash mu bo bashkë të tret. Pastaj me fillu kontakte individuale me deputet e pakicave jo serbe. Pastaj me edhe me ato serbe, me listën serbe, edhe me arrit me kryer një qeveri. Ka mundësi ngec këtë qeveri të president. Jo, mundën edhe të vënë kontakt edhe me pjesën tjetër, me gjithë deputet kuvendit Kosovës. Edhe zoti Kurti fliste për kontakte me deputet. Ma ti ka pasur kontakte me deputet. Individ rasim atë mirë pja shkutkeve të vendosjes, për një projekt qeveritar. Por janë të pamjaftueshëm me kalu të çështja e presidentit. Po unë jam më dakord, ose me limin tem, më e leverdishme për Kosovën, nëse shkemi një palë zgjedhje me qeveri nga opozita, se sa me një palë zgjedhje ku ka qeverin prapa Albin Kurti. Sepse atë në fushat, ju e theksuat me drejt rënien e BE-s në Kosovë këto zgjedhje.
Unë e menoj që kjo rejnje kishtë edhe ma Shtoj treti në Kosovë që ka votuar para 5 muaj e gjysë për lëvizjen vetëvendosi, nuk ka votuar. Që kjo rejnje kishtë me qenë edhe ma madhe pa shtesat. Kërështë ja ek një instrument mirë në dorë. Ti si qeveri opozitës, nuk ja lejon mundësi në Albin Kurtit me këtë përdorë parën publike në mënyrë tillë. Ajo skem korruptive e pastaj. Kush ta bëja qeverit opozitës? Kush ta bëja qeverit opozitës si të votojë presidentës? Albin Kurti neve tash, veç ta kry. Jo, ka numra. Unë e thash që ta tre mu bo bashk, me fol njerë me ja 5 deputet pakicave jo serbe, edhe me listën serbe. O, mirë me pas guxim këtë qështnjë dhe me thonë këtë punë. Pavarësisht kosës publike që e paguim. Por është koha me këtë akt, ti e prish e para, që atë tregimi populist Kurtit, që s'bën lista serbe, edhe ja ek do mjetë shtetit në dorë, që a i keq përdor nas fushate. Edhe ja për rëfimin e blokut që ton je parti politike, por mi ka ndu që kjo rëfim është kot. Veç pak, që kjo ligjerimi yt i ka shtimu struk partit opozitare. Nuk bon se Kurti na kesh me pas ditë që kam kas ndikim të partit opozitare. Jo që ju të personalisht, po që kjo ligjerim publik, pse duhet këta, edhe Hamza, edhe Abdigjiku, edhe Gjinin në atë deregje,